Hi, Chupa. Hi, Chupa. Ha, falë, se di që do flasësh, jepi. Jemi bërë gati, do shkojmë pak... Do shkojmë te mamia. Të shohim bebi motrën. Në fakt do ta dëgjojmë, sepse takimet e mamis këtu nuk bën skan domethënë që ta shikosh. Skan këtu bëjnë 3 herë gjithsej, vetëm në rast se ke ndonjë problem në një gjë të bëjnë më shpesh, por nëse shtatzania shkon shumë mirë, atëherë të bëjmë vetëm 3 skane. Një në fillim, që shikon ka rraje zemre apo jo, një diku nga mesi edhe një afër fundit. Dhe e bën në spital. Unë do shkoj këtu te mamia e lagjes, e kisha te qyteza Matan që e kisha 30 minuta larg, 35 minuta larg, e ndërrova edhe sot është takimi, për pak do nisem. Jam veshur kështu, me këtë setin, nice. Ky seti supozohet, tregosh, je veshur nice ti Loke? Inshallah shikoni aq larg, se kjo kamera ime është shumë e mirë përveç një gjëje. Dhe gjëja që ka të keqe, që nuk më pëlqen, thank you! Gjëja e keqe që nuk më pëlqen është që kur ti shtyp rekord, kjo e zmadhon automatikisht atë që po xhiron. Dhe gjithmonë unë kur flas, sado që jam larg kamerës, tani kam dalë në kuzhinë, shikoni. Sado që jam larg kamerës, duket sikur xhiroj kaq kështu. Nuk e xhiroj kaq, nuk dua kaq, po s'kam ku ta shtyj më kur jam duke bërë diçka te banaku, duke gatuar apo ku diun gjëra të tilla, që më duhet të jem afër. Ja tani u largova, po kur gatuaj s'largohem dot. E nejse. Prandaj, tash jam larguar kaq, të shikoni juve veshjen dhe shpresoj ta shikoni. E kam marrë të shihin shumë e lezetshme, është një bashkëpunim i ri që kam bërë dhe është e gjertë në fundi. Do t'u tregoj më vonë ndoshta ose në ndonjë video tjetër, nuk e di varet. Shumë i trash, super i mirë. Dhe supozohet vishet kur nuk ke bark, që kjo gjëja të rrit drejt, flat, bluza vjen pak e lirshme nëse nuk ke bark, edhe ka këtë që lidhet e lezetshme këtu. Thjesht tani duket ndoshta çuditshëm, but I don't care, është super i rehatshëm. Dhe meqense do shkoj me makinë, nuk do vesh gjë tjetër sipër. O shpirti mu, jeta ime, o drita ime. Tha që çupave çka ke veshur, çfarë ngjyre i ke pantallonat? Shorts, ky thot shorts, si ke shorts? Black? Po bluzën? E ka këtu bluzën, që ta dini juve, ne këtu i kemi bluzën. Jeno me pak qelësat e makinës të lutë, ose do bihun pësh? Po do e ke me makinë? Së dizet makina për qelësa? Të lutem. Thank you. Të lutem, please. Do më japsh apo jo? Mami so sa po nuk më dhe. Wow, thank you much. Të duhet. Kështu goca, do ikim edhe do flasim më vonë. Kam marrë këtë çantën me vete që kam gjërat e mamis, e spitalit, që duhet i kem patjetër se nuk të shohin. Ose në fakt ndonjëherë mamia edhe si ka parë ajo tjetra, s'ka gjë, thoshte nuk i dua, vetëm bënte analizën e gjakut, të urinës, tensionin e gjëra të tilla. Po tregon gabimin që bëri. E shikoni këtë ju çupa? Kjo pjesëza e vogël që duket si një shkumës? Pa ta marrë një suvenir të lezetshëm nga Athina, çojt e vendit lutem. Edhe me theu, e dija unë që do të thynte. Ishte sigur që kishte për të thyrë, edhe e kishte ditën sot të thyesh, urdhroni. Digje ti kush e theu? Ha? Ja. Kujdes, u të hedhësh kamerën, të lutem. Urdhëroni, e theu. Kush e theu, të lutem, fol pak? E du. A ty e theve. Po kush e theu? E beri. Kush e beri? E beri mami? No, beri nana. E beri nana. Të pak të në thotë vërtetën, okej. Lëri këtu tani këto copëzat, shpresoj të jenë digital. Lëri, mos i thërmoj fare. Do ta rregulloj dadi. Nëse mundohet dadi ta ngjisi, do ta ngjisi. Po se ngjiti do vëm plera. Very wrong. Shumë gabim. Shumë gabim. Da. Çfarë do i thoja? Par mbrëm, do më thënë, pash një ndër të çuditshme me benzin, sikur Albanit ju fiksoa do shiste benzin.
Edhe unë isha kategorikisht kundër, se më ka thënë një dyherë, po ta shesim blem një kështu, blem një shurriur, kam thënë na lë rehat. Edhe si duket pas ka dalë edhe në ëndër kjo gjëja. Ndërsa Albani po shikonte, unë isha duke edituar, këta të dy po flinin gjumë dhe Albani ishte duke parë një ëndër, sepse po bënte me qallafit e benzi, bërëm kolaudimin edhe doli pas një defekt, doli shumë mirë domethënë, asnjë problem, asnjë gjë. Sepse menduam do paguajmë ndonjë lek tani, këtu e një vit do ketë ndonjë gjë benzi. Edhe kjo është edhe një arsye tjetër që nuk dua ta shesim se është shumë makinë e mirë. Edhe pas ka dalë në ëndër, kush e di. Shumë e çuditshme. Edhe unë isha duke edituar, Albani po bënte, e keni parasysh kur bën nëpër gjumë kështu si diçka e tillë. E kuptova që po shikonte ëndër, edhe nuk e ngacmova. Po meqense ky vazhdoi po bënte akoma dhe po bënte më fort, thash okay, do ta zgjoj se e keni parasysh, un po tisha në vendin e atij do doja të më zgjonte dikush se janë ato ëndrat që ti do të vraposh dhe nuk vrapon dot, do të flasësh nuk flet dot, do të ku di un, të bësh diçka dhe nuk e bën dot, ajo ndjesia shumë e çuditshme. Edhe thash, po t'isha unë në vendin e këtij, edhe të shikoja një ëndër të keqe, do doja që të më zgjonin, normalisht. Edhe po e fërkoja unë kështu, te faqja, po e fërkoja. Avash ta zgjoja me pa e trembur, nëse u zgjoja, lëvizi, fjeti prap, unë vazhdova editimin, të nesërme më thot mua, jo, e pyeta, qa ëndër po shikoje, se po bëje kështu, e sigur që po shikoja një ëndër të keqe. Edhe, se qa më tha një ëndër, që... Ishte rruga, tha, hipje zbrisje, si tip kodre, hipa ndej zbrit këtej, edhe më duket ishim të dy bashk, tha, hip zbrit, nuk e di, donim të kapeshim me njëri tjetrin, pastaj pash më doli pa të pritur, tha, kur po zbrisnim disheze, më doli një si monster, ku t'jo një ëndër shumë angatruar, edhe ai se mbante më të mirë, edhe unë se mbaj më të mirë tani që ma tha, por ideja që ishte një monster, dhe ajo mostra tha donte të më prekte. Sikur po më fërkonte një gjë kështu. Unë ngela, i thash seriozisht e ke, po të fërkoja unë të zgjoja nga gjumi. Ua, si më ka ardhur, kemi qeshur me lot, nuk e di se qa ishte kjo ëndër budallik, hipe zbritën për ato mala, kodra, rruga, nuk e di se qa ishte tha, dhe në një moment kur ne zbritim, pam atë monstrën, atë qa drejqin ishte ajo, edhe ajo tha po më prekte këtej mua. E thash po të prekja. Sove! Po, i tatna e tha këte ëndër. Edhe unë që nga mostra në ëndrën ati. Jo, tha pasha dhe ty. Dadi. Si e ka emrin Dadi? Tote! Unë bëra dush trupi tani, thash prit se do bëj dush mami dhe do dalë. Mos ma qkit këta. Do dalë në banja, mos u fut. Se në ka pjell belaja, të futët direkt në banjë. Mos e qkit të lutem se hapet dhe rije hapur kjo. Dhe ndërkohë që unë po bëja dush, ky i kishte hapur make-upet e mia, se e dinte që do bëja dush, do visheshim, do dilnim, do bëhesha gati. I kishte bërë buste kuqe nga këtu deri këtu, si ai, çash ai filmi me matat palaçon, që bën buste kuqe. Edhe akoma i ka, pavarësisht se e lava me letër të lagur, akoma i duken një çik me ngjyrë. Okej, tani do ikim, sepse tani hikim me vrap. Se na vete vonë, po të do a thoja këtë ëndrën, të shikoj burrin në ëndër si monster. Jo, tha, ajo mostra po më prekte. Po përpara se të thoshte këtë, tha që më duket se ishe edhe ti në ëndër, ishim të dy bashkë ta. Pastaj tha që ajo mostra po më prekte. Ndërkohë unë po e prekja ishte zëja në gjumi. No way, thash. S'ka mundësi ta kesh parë të ëndër. Thash, thuaj që po bën shaka me mua, mos më ngri nervat. Nëse po qeshni pastaj o shkrim. Shikoni qa ëndre shikoj unë dhe shikoni qa ëndre shikon Albani. Unë që jam mostra. Anyway, ikim të shit dhe flasim më vonë. Bye, Gjupa. Bye. Shikoni kush e ndihmon mamin që i ban çantën? Thank you. Mos e lërën shesh, lutem. Oh, no. Okay, thank you. Qa po ban? Hi. Finish me këtë bluzën edhe do ta heqi tani se do vish rrobat e shtëpisë çuni. Perfect. Po ta shkoj pak sa i bukurje. Let me see. Dalë shikoj pak, të lutem. Ja bëre çantën mamit pis? No. Thoj pak çupave, ku ishim ne tani? It's early. Qa dëgjove ti? Wait, what's that? Ku është ajo? Ka ke humbur? Qa dëgjove ti tani? But then. Yes.
Song. Qa dëgjove të barhumamit ti? Sa po erdhëm, ma lak të çantën në tokë, ma bëri pis. E ka marrë të shinë edhe këtë. O zotë më fërë. Për jashtë po bje shi. Këto si që thash as që i hapi fare, dhe zakonisht nuk i hapin, bon gjithmonë i marrë me vete. Edhe kështu, në çdo gjë shkonte mirë shqyqyr sotit, shkonte shumë mirë. Rahet e zemrës e të gjitha. Edhe të shi, të shkojmë do presim takimin tjetër. Gjithashtu, sot bëra lash takim edhe për javës tjetër, për Loganin, për të bërë vaksinat. Ka vaksinat 3 vjeç e 4 muaj, sa aq është Logan dhe duhet t'i bëj. Edhe të shikojmë të qaj, por duhet bërë. Do ta përgatisim, do t'i themi se çfarë do bëj. Edhe pas këtyre nuk e di në qoftë se ka të tjera apo jo. Qoftë se I love you të dua, I love you të dua. Fika. Kush ka thënë atje? I love you të dua, 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 I love you të dua. Thoj ti mami tani I love you të dua. Thoj që ka I love you të dua edhe kiss mamin. No kiss? Nuk do ta puçësh mamin? Ha. Nuk bën shprishur. Tani do ham buk, gjellën e bëra përpara se të ikja, bëra ca thjerza për sot, se kisha kohë pa bërë, po unë nuk i has më pëlqejnë, kështu që i bëra për Albanin, edhe ai do vi për pak, se më tha që edhe Albani po vjen në shtëpi, ndërsa unë me Logan do ham makarona me misht të grisht, se i kemi që nga dje, kanë ngelur nga një pjatë e mirë aty, kështu që do ham të dy bashkë, do t'i ngroj, se të ftohta nuk i ha dot, edhe do ha nuk e presit Albani sot për drekën, sepse jam shumë e uritur, se sa të vija ai, një 15-20 minuta, sa të lahet një 10-15 minuta të tjera, apo do t'i vej ky në dush, se lë ky, absolutisht jo. Sa vjen Albani nga puna, çdo ditë futet direkt, heq rrobat aty i var, futet me vrap në dush, zotëria tjetër na pas, edhe bëjnë dush të dy bashkë, jo do thaj njërin, do thajt për vete, edhe do vej një orë derisa të ham buk dhe bako më hajt shumë, kështu që do ha. Edhe flasim më vonë, duhet bëj thonjt, i kam skandal. Përveç se më janë thyer, jam duke i hequr edhe kështu me dorë. Nuk e di pse janë fiksuar, ti heq me dorë. Herën e fundit i shkurtova të gjithë dhe bëra manikyr gel tash. Bëra manikyr gel se përtoja të bëja gel. Geli do pak më punim, më me detaje kështu. Ndërsa manikyri gel edhe mbaron punë, është më i shpejt. Por manikyri gel nuk është aq i fortë sa gjeli që të t'i mbaj më mirë. Edhe unë çik i kafshova, çik i bëja kështu, çik po i heq tani nga sipër, nuk e di pse kështu unë dhe thonjt e mi, se ju e dini që unë i kam shumë fiksim. Po bëj këtu një shkëputje të vogël nga videoja për të treguar këtë produktin, të cilin kush më ndjek, e di që unë e kam treguar edhe disa herë të tjera dhe paraprakisht ju kërkoj falje, nuk dua që të bezdiseni kur tregoj dhe ritregoj disa herë të njëjtat produkte, por ju lutem më kuptoni që kjo është puna ime. Edhe janë disa kontrata e gjëra që unë më duhet t'i zbatoj. Nuk do zgjatem shumë, për gocat që më ndjekin e din se çfarë është, ndërsa për ato që ndoshta po e shikojnë për herë të parë ose ndoshta nuk i kanë parë ato videot e tjera ku unë e kam shpjeguar këtë produktin, le ta dëgjojnë tani, vetëm 2 minuta. Quhet Xbot Go Chameleon, edhe është një kameraman i cili të ndihmon të filmosh pa u munduar fare, të themi kështu. Vendoset në një tripod, shërben më shumë për ata që preferojnë sportin, për shembull nëse juve keni fëmijën tuaj në futboll, në basketboll apo në çfarëdo lloj sporti dhe nuk doni që të jeni gjatë gjithë kohës me kamera të ndiqni fëmijën kur është duke luajtur me telefon në dorë, por doni të uleni, ta shijoni dhe ndërkohë ta ruani edhe si kujtim ndeshjen e fëmijës tuaj, është ky produkti fix që ju nevojitet. Tu është nga brenda, ka këtë fletuskën e vockël, ka manualin e përdorimit që gjithmonë duhet ta lexojmë, por është shumë i thjeshtë për tu përdorur. Vjen së bashku me këtë pultin e vogël i cili është me bateri, edhe për shembull në momentin që jeni ulur, doni ta fikni, ta ndisni telefonin edhe këtë gjën që të filloj të incizoj, nuk është nevojë që të shkoni tek tripodi, po nga vendi juaj mund ta komandoni
ka edhe fishën. Tani këtë fishën nuk jam më duket se karikohet kjo gjëja, prandaj ka fishën, ndërsa për sa i përket pultit ka këtë baterin këtu nga pas. Edhe është një bateri si që thash. Dhe produkti kryesor është ky këtu, i cili montohet këtu poshtë tek tripodi. Mund ta lini edhe mbi tavolinë, po që është më komod në një tripod. Edhe ja ku e ka kamerën ose syrin, duhet bërë lidhja me aplikacionin. Duhet të shkarkoni aplikacionin edhe e lidhni dhe filloni të regjistroni nëpërmjet aplikacionit. Nuk është se për shembull vendosni telefonin dhe hapni kamerën e telefonit. Jo. Do futeni te aplikacioni dhe do të hapni kamerën nëpërmjet aplikacionit, po është shumë e thjeshtë në momentin që do ta bëni. Gjithashtu unë do ta lë edhe aplikacionin nëpër ekran që ta shikoni. Siç duket qartë, këtu vendoset telefoni edhe mund të hapet dhe mbyllet kjo që të përshtatet për telefonin tuaj. Edhe siç e keni në tripod, tek telefoni do selektoni për shembull fëmijën tuaj që doni që ky të ketë në qendër të vëmendjes, sepse imagjinoni në një lojë janë shumë fëmijë edhe nuk bëhet ajo nga tërresa se kë të ndjeki ky dhe janë të gjithë duke bredhur për shembull. Selektoni juve se kë beb doni të xhironi, edhe kjo nuk e humb fokusin, por fillon dhe xhiron vetëm fëmijën tuaj. Tash unë po marr shembull sportin sepse është më shumë për sport. Por, nëse doni të krijoni kujtime të bukura me familjen tuaj, një piknik apo diçka ku doni të jeni të gjithë së bashku në video, duke luajtur, duke bredhur me vrap në një fush apo ku di unë, edhe pra të punë bën, thjesht e theksova për sportin sepse është pak më shumë për sportin siç e thash. Të gjithë kodet që faqja do më japi ose më ka dhënë do t'i keni poshtë te kutia e përshkrimit, nëse doni mund t'i hidhni një sy. Hi, this is a footballer, cacao, and toffees. Do fusim brenda kakao, do ta pim? Okej, thoj. Okay, now. Bëj çupave një zemër se s'u ke bërë asnjëherë, se din ato si e bën zemrën ti. Do bësh një heart për çupat? Hajde çupa, na bëni një zemër kështu të vockët. No, wait. Yeah, shumë mirë ke bërë. Fix. Let me see. I love you. I love you. What do you sound to you? Tani, çuni donte një smoothie. Kush është çuni? Smoothie. Edhe unë kisha një banane të ngrirë në frigorifer. Kam pak plur çokolade, edhe qumësh çokolade. Tani, my happy. Yeah, thank you very much. Thank you so much, Logan. Baba, hajde ta heqim këtë bananen. Me kujdes ajo bën plur, bën pis dynja, në të lutem. Ka të mërë mami një thik? Oh, it's very dangerous. Yeah, ajo është very dangerous. Çupa që ta dini juve. Tani. Kjo, për ta bëj çik më të nxehtë. Wow, so big one. Wow, një makinë ka që madhe. A so big one. Qa ngjyrë është? Këj çupave qa ngjyrë është? It's red. It's red. It's the big brown. Yeah. And this is for the banana. Bravo. This too. And so. Qa do fusim aty brenda neve? No, it's the piece. Edhe do ta pi Logan. Do t'japësh çik mamit e Pepi motrës. Wait. No, one moment. Lutem se ta pastroj mami. Me kujdes se do biesh, please. Sit down. Ullu. Shiko hajdut i vogël. Është e mirë? Chocolate. Çokolet! Wow! Yummy in my tummy. E qërova këtë bananen. No, Shiko, bananen. E fusim brenda. banana. Thoj bananen e fusim brenda. Okay. Po thoj çupave bananen e fusim brenda. Banana. I was the banana. Yeah, wait, please, wait. La mami duart. And Wait a minute, please. Happy birthday. Okay, careful. Be careful. Yeah. Okay, oh my god. Mbyllë këta? Këta e mami këta? Mom. Mbyllë milk first. Wait. What's it? Okay, nuk e bëj pa merak. Wait, thot, mos e bëj. Vetëm do ta hap pa merak. Okay. Sit down.
Pengon kjo këtu mërë zemër, se ka ardhur aftë. Me kujdes. Me kujdes. Perfekt. Okej, do ta lëm me një herë, po duam më, do t'i hedhim përsëri. Okej? E mban mend sa çaje nga kjo kur ishte I vogël. Nga kjo zhzh. Sa herë bëja smoothie unë të merrohesh nga kjo zhurma, të merrohesh, o zot sa frikë ka pas. Dale tani se. Dale. Baje fort, më na ikën. Ashtu. Okej, ndizet I herë. Këte nga ana tjetër, nga nonë. Da jep qik mami të përvash. Okay? Nice? Nice? This one? Oh, it's so delicious. So delicious! Yay! Yummy, nini, tummy. Yummy in my tummy. Oh, shikoni çupa. Banana. Banana! Big one. Ska një sa doli nga lavastovilja kjo. Is it nice? Pje me kujdes, pak nga pak. Me kujdes, është që kjo ftot, okej? Është mirë? Yeah. Yeah? Oh, delicious! Yeah, delicious! High five! Çak e këtu! Çak! Çak! Thank you, Mami Gina! That mommy is cold for the banana. Koldin e futur brënda, ta heqim të tani, sepse mbarua. Edhe do pastrojmë të tjerat që bëm. Thoj çupave tani do bëjmë punët e shtëpisë. Do lajmë shtëpinë. Tani is please. It's dirty. It's dirty, është shtëpisë dynjaja, kështu që ne do bëjmë punët çupa sot. Okej? Thoj çik faleminderit. Faleminderit. And please. Okej. Okay. Dhe të tregosh çupave si që tregoj mami? Ha? Thoj gëzuar. Gëzuar. Thoj gëzuar. Skål. Gëzuar. Gëzuar. Jo, I që atë në goja, se nuk thuhet mirë ashtu. Gëzuar. Gëzuar. Okej, mirë. Të bëftë mirë. Me kujdes. Do vish të në tregosh pak çfarë ke të çanta, të lutem. Yeah, but this the first. This one. Të ka mbyllur dadi tendën, ai dadi. Ai e ka thënë. I hapi tani këto në për shtëpi. Mori të çantën, e mbushi me gjërat që do ai. Thank you very much që po I çon këto në për vende. I love you, Logan. Të ka mami zemër. Pse nuk e mban çantën kur vetët e bebat kështu? Po do që ta mbaj mami? Apo ndoshta nga që e ka të re këtë çantën edhe 2 ditë të mbaj në kurriz, pas e do ta harroj. Perfect. Këto I çoj çonit të gjitha. Bravo, my love. Okay. Yeah. Now finish. Finish. Po ke marrë aty, shiko? One more. Hape tani edhe na tregot çka ke futur brenda. Wow, nxiri one by one, edhe na I trego se ç'a janë. Të nxjerësh one by one. Mami këto. Nxiri one by one. One, një palë çorape të mamit. Okej. Ç'a është kjo?
It's black. Është makinë black. Kush ta ka bler ty këtë? Daddy. Kush ta ka bler? No. Shiko që ka bërë. Shiko. Kërkoj elastikat, unë t'i kap flokët. No, e ngatrove. Thoj pak mamit lutem kush ta ka bler këtë makinën? A baby. Dadi ta bleu. Kush ta bleu makinën? Bandu. Kush ta bleu këtë makinën Big One? E futër pambuk brenda. E futë përna. E futër brenda pambuk, yes. E ka bërë atë, airbagun. A logan. E bëri logan këta. Bedaja. Ta bleu daja. Po atë? Qa ke futër brenda? S'pas ka faj, që nuk i nëzirë dot. Pas kemi një arush, shumë të bukur. Pas kemi... Po ky, ta kërkoj dadi këtë coverin. I këtë që është dadi të vëndit, i se e vëtë telefoni dadi. Edhe ka këto raqit e veta. Hello. Is your mum and dad in? Hello, You're right. here, thank you. Thank Okay, you. it is It's okay, thank you. Bye-bye. It's car. Yeah. Yeah, it's big. It's house. Okay. Zollërima, po se mori ky pakon. Qa është ajo? Ha? Qa është ajo? Daddy. është datit? Pse lexon alban? Ha? 4, 8, 0. Ha? Amban. Alban thotë? Okej. Ndërkohë që unë flisja në telefon, urdhroni. Sa shenja doni, sa gishta doni. Fix për Halloween me ka bërë. Edhe i ka bërë edhe Albanit këtë coverin. Hajta laja i këtë tani. Me këtë gjën këtu e ka bërë. Mirë më njësit qupa të mira dhe të bukura. Kam vendosur kamerën të bagazhi i makinës, po frener dhe është shkopi i gjatë, inshallah nuk më bie, se mirë e kam. Dadi? Që nga një dron, po se besoj ta ketë nesër dadi. Kjo është veshja ime për sot, duhet iki kaq larg që ta shikoni. Kam veshur një bluzë shumë të lezetshme që e kam marrë tek prisni ta ullë pak të që të largohem dhe të më shikoni. E ka marrë të Shein. Jo, kështu do bjeri. One moment, goca, one moment, please. Inshallah nuk bje. E ka marrë këtë bluzën tek Shein, edhe është hera parë që e vesh, edhe më bë ka fix me barbut. Pantallona, një balqisme të zeza, ta ka shumë të lezetshme. Këtë palto e madhe. Edhe kjo nga Shein, edhe çantën, që e kam bosh veç për kamerën, kështu do më thënë. Edhe do ikim të blejmë gjërat për bebi motrën. Shikojmë, na duan rroba e gjëra kështu të vockla. Kam ca nga ato që i kam ruajtur logat që t'i ketë si fitim, edhe do t'ja veshim edhe bebi motrës. Po sigurisht që do blejmë edhe gjëra të reja, kështu që po shkojmë sot. Edhe po ikim tek ajo qendra tregtare e madhe në Londër dhe kemi një orë rrugë për të bërë. Jam veshur hold, jo shumë trash, domethënë kjo xhaketë kjo palto ose shumë e trash, dhe që brenda në shopping center, le që do ketë shumë njerëz atje, sa herë vem atje 2-3 herë që kemi vajtur ka qenë plot, por do jetë edhe ngrohtë, kështu që s'është nevoja për xhupa të trash, pavarësisht se jashtë fryka goxha erë. Do t'i pash një dron për një moment, thosë e kishe ndezur ti, kaloj këtu. Kështu goca. Përpara se të më bjerë kjo kamera, më mirë po e fik. Flokët i lash si që kisha, i lyva me qëralafi, kam përdorur 2 bojra. Herën e fundit që i leva para një 2 muajsh, përdora një boj shpirt, jo tamam të zezë, po më duket se numri 4, mos gaboj, ndërsa tani ishte dark brown, kafe errët, se po përpiqem që ta çel avash, pavarësisht se i kam ngjyra. Këtu kam akoma një hije të kuqes, edhe majat i kam akoma të zeza me kënan, kështu që do të bërë edhe një prerje tjetër që të heq fare kënan.
edhe pastaj të shikojmë. Të paktën s'kam thinja. Kam veshur edhe këto takat e reja që kam marrë nga Timu, janë shumë të bukura, është hera e parë që i vesh sërash. Shikoni çfarë take fantastike që kanë, edhe pjesa e majës më pëlqen shumë, po kur ta xheroj si bashkëpunim do ua tregoj tamam me detaje. Dale, kështu. S'duket tani se zë lë barku. Ha, çfarë më the? Është futur brenda. Ha? Është futur brenda afisha aty, edhe kjo kërcita e re që i kemi bler. Ku e dëgjon ti bir? Ku është muzika? Dëgjohet këtu, në anësore, ku i bien veshët. Vëre kokën drejt? Çoj, mbështet e kokën? Nga njëra anë këtu, edhe nga ana tjetër fiks ku bien veshët, janë bokset. Edhe duke qenë se e lit me fishën, ai e dëgjon direkt atje. Wow, shumë bukur. Pastaj do të tregoj veshjet e çunave. Ato pisliqe po shikon ti? A shu bërë? No. Thoj dhe një herë, është veshur mami bukur? Janë bërë beautiful? Yes, Ha? Janë bërë beautiful apo jo? Çuni sa shikon mami që vishet bën direkt komplimenta. Më shumë nga dadi. Çorape për nonën. Është e vogël logo, nuk është për ty, është për 12 muajsh. It's too small. Qa ka logo? Qa kjo është shpirt. Edhe nga ato setet që janë shumë gjëra, shikoj mirë të tiki maxi se si kur s'pas. Po për loganin? Për loganin dua çorape, Kjo është i im, 12. Ku ka gjbyçka? To i bëjnë. Sa të mira këto. Po kështu i majnë fëmijë nëse është fashën? Ai do kështu ti pa mbuke. Sorry. Me dresh ngjyra portokalli. This. Nuk pëlqen të Spider-Man? Okay. Po këto? This one? Oh, Christmas jingle bell. This one? Do t'i birë do këto? This one? Apo do ato? Janë too big ato. Do this one? Çfarë më do? 6 a 7 mos. Ke provojmë. Ato kodi me ai ka 3 palë të shtëpisë vesh. Oh, look, red. No, I love it. McQueen. Yeah. Nemi ti çojmë këto se këto janë për dadi, ti vesh i dadi, këto janë shumë big, very big one. Wow, Logan. 7, po janë 7. Bashka çik. Ha? Po si brande? Do të? Bashka çik me atletën nga jashtë, ka fikse? Ka sa atletja? Se nuk e di fiks numrin e kam. Qa çik më të vogël. Ja, u gjetë ata. Sa po erdhëm në shtëpi, blem disa gjëra, siç thash, për bebi motrën. Edhe do t'u tregoj tani
Plus, siç thash, kam edhe ca gjëra të tjera të vogla të Loganit që do t'i hap t'i laj, t'i bëj gati e kështu t'i paketoj, por morëm çam kapi syri atje, çam më pëlqyen. I futa tek një çesk bjemi se më griste ajo çeska që kisha. Edhe normalisht janë kështu badi të vogla. Këta janë për newborn, të shkurtra. Këta janë për 0 deri në 1 muajsh, se nuk e dim se sa do jetë. Sa do lindi. Mora këto kapucit. Kapuc edhe doreza. Me arus, edhe kjo ngjyra, e dini juve fiksimin tim për këtë ngjyrën. Edhe nuk e di sa të vogla, kisha harruar që ekzistonin rroba kaq të vogla. Mora gjeta vetëm këto. Shumë cute me një dre për vitin e ri. Këto janë 0 deri në 6 muajsh. Oh my god. Po ishin shumë të lezetshme, e thash okay, po i marr. Në fakt gabim se si mora dhe një par Loganit, që t'i kishin njësoj. Mora këto të tjerat që janë me mëngë të gjata, edhe ngjyrat. Shumë e bukur kjo me këto lulet, edhe kjo, edhe kjo. Do të thënë gjëra kështu, çfarë më duhen kryesorët tani për momentin. Pastaj normalisht më vonë do marr prap 3 palë çorape, edhe këto ngjyra shumë të bukura. Apo 4, që kanë 4, 1, 2, 3, 4. Këtu i morëm edhe baby nonos disa çorape të tjera se i duheshin, me topa për çunat. Mora një tjetër nga këto, që është 0 deri në 3 muaj, do të thënë mora 3 pako në total për sa lindur, 0 deri në 1 edhe 0 deri në 3. Që t'i ketë, nuk e di se sa do t'i veshi. Mora mbathje për veten time, arsye të veçantë. Mora këtë gjën super cute. Mano sot. Që është shumë e butë, me kapuç, kështu. Kjo është 0 deri në 3 muajsh, edhe ka këmbët. O manu e zotë, edhe shumë e butë. Morëm këto për baby Logan, që do rri brenda në shtëpi, t'i mbajnë këmbët ngrohtë, me këtë makinën me Queen që ai e ka shumë qef dhe i pëlqeu. Tani shpresoj që do t'i mbaj. Tjetër që morëm këto ishin të vetmet që gjeta, badi kështu të gjata. Edhe këto shumë ngjyra të bukura. Edhe janë 0 deri në 3 muaj, kaq kisha këtu, edhe disa mbathje të tjera për Loganin. Akoma nuk e kemi hequr bebelinën, por do fillojmë hapash avash. Do të thënë ne kemi filluar, po nuk më tregon sa herë që duhet të më tregoj. Këto tani të gjitha do shpaketohen, do hiqen ato etiketat e gjërat, do bëhem bashkë me rrobat e tjera që thash që i kam hapur unë. Kur erdhëm tek shtëpia, i hapëm valixhet e gjitha çka kishin për të mbushur dollapet e raftet, edhe i hoqa si mënjan ato rrobat që do t'i laj mbase nesër, nuk do merrem me këto sot. Edhe këto bashkë me ato, e pastaj do vendosëm tek bufeja. Kemi bler edhe bufen, se më keni pyetur çka ke bler për baby motrën. Kemi bler vetëm një bufe me sirtare ku do vendosen rrobat e asaj, edhe gjëja tjetër që kemi bler janë vetëm këto që keni parë ju, absolutisht asgjë tjetër. Avash, duke parë çfarë do më duhet, do t'i blej. Nuk do jem ajo mami që do blej shumë gjëra që t'i kem kot, siç i kisha për Loganin, por do jem pak e saktë. Kisha goxha rroba të vogla të Loganit, po të gjitha i kam dhuruar, kështu që kam mbajtur vetëm ato që doja të mbaja kujtime. Prandaj. Anyway, tani do ndrohem se jam shumë e lodhur edhe do shkoj te Habuk. Neve vetëm vajtëm tek Primarku, pastaj vajtëm tek Tiki Maxi dhe Tiki Maxi nuk është se gjeta ndonjë gjë që të më pëlqente shumë, edhe ato raftet ishin aq ngjitur me njëri tjetrin dhe aq shumë njerëz kishte, i thash Albani tamam hajde ikim. U kthyem blem edhe një kos edhe erdhëm në shtëpi kaq. U vonuam shumë sepse u rrotulluam për të gjetur parkim. Nuk e di, po këto qendra tregtare më lodhin njerëzisht shumë. Nuk jam tipi që dua të vete të brethem për qendra tregtare, jo. Më mirë një dyqan pak e saktë se sa të bredhash për qendër tregtare. Jemi rrotulluar një 20 minuta për të gjetur parkim, me zor kemi gjetur. Pastaj vajtëm te Primarku, erdhëm vërdall derisa të gjeja. Unë vajta atje për idenë Primark i madh, do ketë më shumë gjëra se sa këta këtu që kemi rrotull, po nuk është se gjeta çfarë doja unë të gjej, domethënë për shembull në ato badet e gjata do doja të kisha marrë më, thjesht smora se vetëm këto ishin edhe haj 3-3. Kështu, si ikën dita, sa shpejt. Do ndrohem edhe do habu edhe do flasim më vonë. Reo,
Duket se i ke veshur së prapthi. Duket se janë nga këmba tjetër. Also 5, 6, something. Pa provoj, të shikoj mama. Something. Wow, sa të bukur, apo i ke veshur të këmba e gabuar. Po, më duket se kjo është asaj këmbës. I që qote këmba tjetër? Më duket se është e këmbës tjetër kjo, Biri. Apo jo? You put a glory. Të reguan mami, it's okay. Ja. Vishe këta këtu? No, këta këtu? Ua, sa të bukura që që nga këto. Oh my god. No. No way, kështu them dhe unë. Ska mundësi, them ka të bukura këto. Futa ka më brenda? Ska mundësi, yes. Pa i dira ti të shkoj mami, qo? Bëj një gjiro? Bëj një gjiro? I ka tje? Hajde këtu, rajde.